Ndonë se një pjesë e qytetarëve festuan e një pjesë e tyre protestuan, 1 maj ka qenë ditë e ngarkuar për policinë, e cila ka raportuar një numër të madh të aktiviteteve të ndërmarra me qëllim ndërprerjen e sjelljeve devijante. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë për arrestime të shumta të ndodhura në lokacione të ndryshme. Më 1 maj 2026 në orën 16 në Shkup, në lokacione të ndryshme nën punës policor nga SPV Shkup, i privua nga liria M.R. 25 S.B 21 dhe një të mitur, të gjithë nga Shkupi, Z.T 42 dhe V.N 26 të 2 nga fshati Volkov, rrethina e Shkupit, si dhe M.B 19 nga fshati Konjare e Poshtme, rrethina e Shkupit, pasi te ata ishte gjetur dhe konfiskuar një substancë pluhërore e bardhë dhe marijuhan. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të vijojnë para shtresa përkatëse. Ministria e Punëve të Brendshme gjithashtu njofton se me 1 maj në SPV Shkup një 39 vjeçar ka denoncuar se pas një mosmarrëveshjeje verbale është sulmuar fizikisht nga një 31 vjeçar me prejardhje po nga kryeqyteti. Policia ka njoftuar për arrestime edhe në pikën kufitare Deve Bajir. Më 1 maj 2026 në orën 21:10 në pikën kufitare Deve Bajir në hyrje të shtetit nën punës policor e privua nga liria M.I.G 57 nga Republika e Turqisë. Pasi gjatë kontrollit kufitar në një autobus me targa turke të cilin ai e drejtonte, ishte konstatuar se kishte paraqitur për kontroll karton të gjelbër të falsifikuar ndërkombëtar. Ai u dorëzua nën punësve policor të 1PB Kriva Pallang për procedim të mëtejme. Ndërka që është njoftuar gjithashtu se një shtetas i huaj është arrestuar nga policia e stacionit Bitpazar në ndyshimet se ka dëmtuar rreth 16 vetura në territor të komunës së Çajirit. Ndërkohë në Tetov, zyrtar policor kanë privuar nga liria personat me inicialet DK 50 vjeçar nga fshati Pirok dhe FJ 24 vjeçar nga fshati Dëbërc, sepse gjatë kontrollit të mjetit të tyre BMW me targa të Tetovës janë gjetur 4 paketime me lëndë pluhur të bardhë.